shtëpinë e Xhemal Bey Vlorës u shpallë pavarësia e vendit, u mlodh kuvendi fillimisht atë ditë me 50 antar, por me datën 12 dhjetor u bën 63, erdhën nga gjitha trevat e Shqipërisë, erdhën edhe nga Kosova gjysma dhe gjysma tjetër me 2 ditë, 3 ditë vonesë, pati dhe nga Maqedonia, pati nga të gjitha trevat shqiptare të Shqipërisë së sotme, dhe Kuvendi i Vlorës kishte 2 detyra emergjente. Detyra e parë dhe kryesore ishte të shtrinte sovranitetin e qeverisë së saj në gjithë territorin e vendit, po sepse në momentin që u shpall pavarësia, ajo kishte sovranitet dhe autoritet vetëm në 4.000 km2, përfshi Beratin, Lushnjën, Firin, Vlorën, pra të zonë, pasi zonat tjera ishin të pushtuara nga grekët në jug, Korça, Saranda dhe Merad, dhe nga serbët në veri deri në Shkumbin, deri në Durrës. Si histori ishte një situatë shumë e vështirë, një situatë ku pushtuesit fshinj kishin marrë në dorë territoret shqiptare dhe shpresonin se do t'i administronin dhe aneksonin ato. Në fakt aneksuan një pjesë të mirë tyre që ambërin në jug dhe Kosovën dhe treva shqiptare të tjera në veri të vendit, dhe përpasoi deri në vitin 1999 Shqipëria ishte, dhe sot mbetet kjo që është, po spaku kemi 2 shtete, kemi edhe shtetin e Kosovës dhe shtetin shqiptar të Shqipërisë. Kjo do të thotë që qeveria e Vlorës ishte në kushte shumë të vështira si rezultati i aleancës ballkanike të krijuar midis 4 vendeve të Ballkanit, Serbisë, Bullgarisë, Greqisë dhe Malit të Zi. Të 3 nga këto vende spaku ishin sulmuar si grabitçar territoret shqiptare, dhe shqiptarët fatkeqësisht nuk bën asnjë përpjekje qoftë edhe simbolike për të mbrojtur nga këta grabitçar fshinj të asaj kohe, por që Serbia mbetet edhe sot një nga grabitçarët më të rrezikshëm të territoreve dhe të rrojeve shqiptare. Elementi i dytë i qeverisë Vlorës, detyra e dytë ishte njohja e shtetit shqiptar, sepse shpallja e pavarësisë ishte njëra anë, por kërkoi dhe duhej patjetër njohja e këtij shteti. Ismail Bey Vlora kishte shumë shpresa se njohja do të bëhej shumë shpejt, por fakti që fuqitë ballkanike pushtuan territoret shqiptare me rënien e perandorisë osmane në Ballkan, atëherë ndryshuan situatat, u rigjallëruan politikat aneksioniste të daquja të fuqive të mëdha, sidomos të Rusisë. Serbia dhe Nikola Pashic, kryeministri i saj, bënin thirrje Rusisë që mos formohet dhe mos ekzistojë një shtet i ri shqiptar, sepse Serbisë pastaj do t'i ndalohej të dalin në bregu, në brigjet e detit Adriatik, dhe përfundim madje bënte në një letër të marsit të vitit 1913 që i bënte Peterburgut, thoshte se nëse do t'jeni detyruar të pranoni krijimin e një shteti shqiptar, ai nuk duhet të jetë më i madh se sa nga Shkumbini deri në Mat. Sa më i vogël të jetë shteti shqiptar sipas konceptit Pashic, aq më lehtë do ta kemi ne të dominojmë Ballkanin dhe të garantojmë daljen tonë në detin Adriatik. Gjithë qëllimi ishte që Serbia të ishte një shkop i Rusisë në Ballkan dhe të realizonte gjithashtu edhe ambicjet e Rusisë për të patur një bazë, një ushtarake diku në brigjet e Adriatikut, në Shëngjin, në Durrës apo në ndonjë port tjetër ku është. Dhe them që përpjekjet e Ismail Qemalit bën që të mblidhet konferenca ambasadorëve në Londër, në